Pas 2 ditësh punë intensive, është mbyllur argjenatura e qarë e lagunës së Vajinit në zonën e Tales në Lezhë. Mjetet të rënda të ushtrisë, bashkisë dhe subjekteve private u bashkuan në ndërhyrjen emergjente për të vënë në kontroll prurjet e ujërave të lagunës, të cilat dëpërtuan në kanalin Spiten Hidrovor, duke përmbytur qindra hektar tokë bujqësore dhe rrethuar 10 banesa. Pas përfundimit të punës më të vështirë të këtyre 2 ditëve dhe vështirësive të krijuara, kryebashkiaku i Lezhës, Pierin Dreu, tha se u bën përpjekje të mëdha për të arritur mbylljen e argjenaturës. Shumë e madhe në një nga situatat më të vështira që ne kemi kaluar në Lezhë, me qarjen e argjenaturës së kanalit kryesor nga Spiteni për në Tale, me përpikullimin me bashkinë, me forcat e emergjencave civile, me ushtrinë, me kompanitë private që operojnë në Lezhë, të gjitha bashkë kanë bërë ato që tani është mbyll procesi i bërjes digës së re dhe normalisht rreziku ka ikur. Kjo është rezultati i një pune të pandërprerë, të fokusuar me përgjegjësimë dhe me shumë përkushtim të gjithë këtyre qytetarëve. Situata problematike ishte në fshatat përreth, në Babulloj, në Rrin, në Tale, por tashmë ne presim një përmirësim të atyre ditëve për shkak se kemi mbyll burimin kryesor të skeqes. Me mbylljen e argjenaturës pritet të ketë përmirësim të situatës në zonat e përmbytura të Tales, Rrilos, Barbullojës, Spitenit dhe Treshit, ndërsa dëmet e shkaktuara kryesisht në sektorin e bujqësisë dhe blegtorisë janë të konsiderueshme.